Kryeministri Edi Rama konsideroi befasuese dhe sulm nga qeverisë deklaratën e shoqatës së gjyqtarëve që mbrëmjes së mërkurës i konsideroi deklaratat e kreut të qeverisë si përbaltje publike, mediatike, tërësisht histerike për një vendimarrje dhe proces kushtetues që duhet të zhvillohet në sallën e gjykimit. Si arrini ju deri në pikën që të sulmoni publikisht, qeverinë, të sulmoni publikisht kreun e Këshillit të Ministrave, të sulmoni publikisht mediat, dhe t'i akuzoni të gjithë për histeri? Kush jeni ju? Për çfarë histeri e keni fjalën? Më shikoni mua të agjituar, jam shumë i agjituar se 37 milion euro që kërkoni ju plus nga buxheti i shtetit janë para që duhet hiqen nga diku tjetër. Dhe juve merrni përsipër atje në sallën e gjyqit të bëni të jepni gjykime politike. Ju merrni përsipër atje në sallën e gjyqit të jepni gjykime për qeverinë, a thua se qeveria është një palë tjetër, jo në aspektin kushtetues, për aspektin politik. Ju merrni përsipër të flisni për abuzime të tjera ndërkohë që duhet garantoni në sallat e gjyqit pavarësi dhe pansi. Po kjo është një temë tjetër. Ndërkohë që tema për cilën jam këtu unë është kjo që juve kërkoni të rrisni pagat vetes me gjyq. Kryeministri tha se shoqata e gjyqtarëve po shfaqet si parti politike me deklaratën e bërë, teksa shtoi se kërkesat e tyre kërkon 37 milion euro shtesë nga buxheti i shtetit për të rritur rrogat vetes. Sipas Ramës, gjyqtarët sot në Shqipëri janë ndër më të paguarit në rajon dhe ndjeshëm mbi pagën mesatare të vendit.